Përshëndetje shikues të nderuar. Ja, sërish po paraqitemi me episodin e dytë të sezonit të dytë të podcastit Fol të televizionit të pavarur Festa. Siç e paralajmërova gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale 2025, do të kemi një cikël të emisioneve, respektivisht podcastit, që do të u akushtojmë zgjedhjeve me prezantimin e disa nga kandidatëve të ftuar që garojnë qoftë për kryetar të komunave apo këshilltar të këshillave komunale Kumanov dhe Likov. Mysafir ybi dhe juaj i sotëm është zoti Skender Osmani, bardhës i listës kandidatëve për këshilltar të koalicionit Vlen. Zoti Skender, mirë se erdhët në studion e televizionit Festa në podcastin Fol. Faleminderit, zotrin e gjatë. Kënaqësi e veçantë është me qenë mysafiri juaj, më thoni televizion veteran i kësaj veprimtarie në Kumanov, cilët keni kontribu në për çdo moment, çdo fush gjatë gjithë kësaj kohe. Natyrisht në etapa të ndryshme, në periudha të ndryshme kemi informuar, kemi mbuluar të gjitha aktivitetet që kanë qenë ndër vite edhe atë hiç më pak se 30 vjet. Zoti Skender, jeni kandidat i koalicionit Vlen. Mirë po, shikuesin, elektoratit i intereson. Kush në fakt është Skender Osmani? Ne ju njohim si një qytetar me predigrem, një qytetar i njohur me autoritet, por megjithatë mund të na shtjelloni, mund të na tregoni një CV tuaj në disa pika? Faleminderit. Do të mundona pak ma qartë. Neve na njohin si familja Shaban Efendis. Ashtu do të kisha fillu. Jam djali i parë i djalit Shaban Efendis Osmanit. Një prind gjithashtu me renome, me autoritet. Një mekanik shumë një esnaf i devotshëm. Kam lind 66-ën. Shkollën fillore dhe të mesme kam kryer në Kumanov, më thonë gjimnazin Goce Delçën atë në Kumanov, fakultetin e arkitekturës dhe ndërtimtarisë në Prishtinë, dhe prej vitet 91, zbashku me partnerin, kolegën tem, inxhinierin Erxhan Hafizi, kemi hapur firmën në atë kohë brand ka qenë Ars Projekt, dhe punojmë edhe sot bashkë, do të thotë. Në 94-ën, 1994-ën, zgjedhem këshilltari kryearkitektit të qytetit, i cili ka pas 7 këshilltar, një prej tyre kam qenë unë. Kryearkitekti i qytetit ka qenë institucion në atë kohë, sot fatkeqësisht nuk është. Për shembull, kryearkitekt ka Sofia, ka Tirana, ka Beogradi. Metropolet më të mëdha. Metropolet, po ja që të na me ligj u hjek ky post. Dhe kjo zyre, ky këshilli i kryearkitektit, kanë kryer në atë kohë punë më të mëdha. Merr me mend firmat me i vu për çka do të qofshin burektore apo kanë ardhur letrat me vizatim te na me propozim si të poshtë, horizontal, sa të mëdha, sa të vogla, çfarë ngjyre. Deri në ato pjesë, domethënë ka qenë kjo punë detajzuar në atë këshill. Pas asaj kohe, 94-s, po them, pas 94-s prap, domethënë vazhdova me punë. Bashkë me këta shok që tash me Erxhanin dhe me kolegë tjerë, hapëm fabrikë betonit në Prishtinë. Bashkë në kohën kur veç dilshin forcat serbe, ne u futshim me 7 kamiona ma unë me makineri. Në atë pjesë Bilevazh sot ku është Albimalli, mbi te e kemi pas në atë kohë fabrikën, është hala sot, i kemi shit. Po është interesant se kemi foto, nëse shikon të poshtë, vetëm Gorenja ka qenë në të kohë, krejt, livat ka qenë. Po, masa asaj kohe, na u dha ashtu fati, u desh me arë në Shkup me punu, futëm ndërtimet në alta,
U dasht me shit në atë kohë atë pjesë betonierës edhe erdhëm Shkup, me cilën punë vazhdoj edhe sot e mati, do më thonë kam zyrën të projektimit, kam djalin arkitekt magjister, cili është tash drejtor i firmës, nusja e djalit gjithashtu arkitekte, kolegu partneri si tash e Gjani, djali i tij inxhinier i ndërtimit, kemi edhe një inxhinier tjetër Sajmirin. Është zyre për këtë punë profesionale me cilën kemi punu projekte shumë ndryshme, shtëpitë Spillogaris, ndërtesa 4-15 kaçe, xhamia, shkolla, spital, çka do që është kërku. Në thotë, për shembull kemi prej 97-s kemi bë xhamin e Mateqit, projektin ndërtimin. Të dy xhamiat në Hotle projektin mbi këshyrjen. Xhamia e Rizarës pas si vdiqi ndjeri Qenani, atëherë vazhduam në pjesën ku mbetaj e përfundum. Xhamia e Opajës ndërtimin, projektin ndërtimin. Xhamin e re apo Xhamin e Mulla Ridvani, ashtu njifët atëherë në të kohë. Bila aty në zoni koha luftës, 2000-ën ishme duke punu edhe na u shkatru gjitha makineria që i kishim aty, mjetet, luftë. Kjo është sen që harrohet. Mas nej 2003-2005 kam qenë sekretar shtetin në Ministrinë e Transportit, dhe prej atëherit e këndej, kur e kam lënë atë punë, jam punoj me firmën time private. Mendoj se nëse s'është mjaft halat flas. Po, 2001-shën keni qenë gjithashtu aktiv? 2001-shën kemi qenë aktiv, po në Prishtinë. Më thonë prej pjesës edhe ka qenë pjesë logjistike, po mendoj s'kisha dash me fol për atë pjesë tash, po janë dëshmitartë gjalla ata punëtorë që kanë qenë aty, edhe e dinë se çka është zhvilluar aty, çka ka ndodhur. Një biografi mjaft e gjerë, një biografi e pasur e nipit të adhëtarit të Shaban Efendis. Përmende që edhe gjallin e keni arkitekt, që është magjister. Po. Tash jam kurioz të di kush kë e ndihmon, apo kujt i jep këshilla më tepër? Baba djalit apo djali babës? Tash, gjeneratat e reja janë shumë tafta në teknologji, në përdorim teknologjie, në kompjutera. Ne jemi, si thojnë, shkolla vjetër. Ne kemi të krym fakultetin si pas meje, shumë më të fort, se çka tash ju kërkojnë. Bile shpesh me Ergjanin bisedojmë, them, fati jonë bje, si kur me na thonë këta, na falni që keni kry ma shumë shkollë se çka duhet tash. Po nuk duhet, nuk nevojitet. Mirë po, ne mendojmë se shumë nevojitet. Praktika jonë është shumë e fort, dhe me këshillat tona, këta trit, çka sot zotrojnë teknologji, përdorim teknologjie, ky bashkëdyzim prodhon suksese shumë të mëdha. Natyrisht, në rastet këtilla do të kisha bërë pyetjen çfarë ju motivoi të mirreni me politikë apo të hini kësaj gare. Mirë po, unë këtë pyetje do ta lëm më pas, sepse kam një pyetje shumë më të rëndësishme. Si ndjeheni sot kur jeni autor, arkitekt i një projekti madhor, një projekti që meriton lavdrata dhe respekt. Pra, bëhet fjalë për projektin e ndërtimit të gjimnazit Sami Frashëri, po ku do të mësojnë edhe nxënësit e shkollës së mesme teknike. Ky është një projekt vërtet madhor. Ju nuk jeni vetëm autor, por edhe avokues i një projekti të këtillë. Mund edhe disa minuta këtu t'i ndani me shikuesit?
Patjetër. Ndoshta edhe ky është rasti i dytë unë që do të flas diçka për këtë shkollë, më qenë se ma bot këtë pyetje, dhe ky është një podcast ashtu. Rastisht jemi para mikrofonave, po e zë se në kafe jemi duke bisedu. Është krenari e veçantë kur ki kësi vepra. Unë shpesh i tham edhe shokëve të ne, sikur Ismail Kadare që i shkruan libra, ne bëjmë projekte. Unë ashtu i shikoj. Apo ne gazetar bëjmë ndonjë dokumentar, një vepër, ose një vepër pas. Skulptori atë veprën e vet që e bën, ai me shpirt e bën edhe ndih. Artisti ndonjë rol. Artisti rol. Mund të personifikojmë shumë çka. Kjo realisht unë ashtu i shoh këto vepra. Në të gjithat, jo vetëm këte. Unë edhe një ditë thash me një emision ku isha, ne kemi pas fatin, do të kthejmë edhe të shkolla pak, po për shfrytëzoj rastin, ta ceki edhe xhamin e qytetit. Në atë kohë ishim ky një ekip cilët punojshim shkup këto ndërtesat, zakonisht ne kemi pas punë vetëm me firmat Kumanovës, ashtu, kemi pas rregull, ili kemi qenë të goditun, apostrofum, pse s'po jep tjerëve punë. Shumë fazën, parketin, dikush këto, dikush dritaret, dikush. Ne kemi qenë fanatik në atë pjesë vetëm me Kumanovali dhe shkojshim gjithmonë në 2-3 ditë, bëjshim darka ashtu me një lokal tonin dhe aty gjallësh sot Bajram Kurtishi, Bajram Hamdiu, tash, hotlanve, Gipseri i njohtur Kumanovar, po e qel temën aty, tha, është një ere, tha, do të fillon me mbledh holla dhe aktivitet, do të bëjmë xhamin e qytetit. Edhe disa prej aty që ka ishin shokve, tha, o, Bajram, a mund është ti me u bo kryetari këshillit, që ne ma let ta kemi biznisi me ty me komunikut, na ecin ma let punë, më të shkojmë në atë formën klasike, do të mbledh shpare, do të bëhet. Për shembull, po tha, nëse së mlinin lloç, tha unë hik kësaj pune. Aty ishim një 7-8 vetë. Pilin nuk është keqmi për me në hitë, edhe jënë gjallë edhe jënë kontribus. Është aty Sedati Demirin Peksit, për shembull, që është sot Erxhani, inxhinieri i ndërtimit, ka qenë atëherë Erkini Eskomerc, ka qenë edhe Qerim Zeqiri, ka qenë Hamdiu, Mosli Marketit, ka qenë Hamidi Artaria Karat, ka qenë Ismaili Artaria Karat, Rubin, se thash Karat, Nehati ka qenë Rini Këmbimorja, edhe po gati gjithë aty e thamë se, në qofë se ti bosh kryetar, në gjithë ka diçka po mlojmë, edhe besoj shpejt e qojmë deri në Karabina. U zotu se do të bënë këtë punë, javën tjetër kur erdhëm, tha, djemë, tha, unë e temën e kryta, tha, tash juve po ju presë, në potez. Edhe fillu, atër ne u zotum se do të bëjmë projektin Bikqyrjen, edhe një fazë tjetër për cilën s'po duhet bisedoj, se ato gjona nuk janë për bisedë, edhe krejt tjerë që ka i numrova prej këtu, morën obligime diçka, duhet të ceki shumë me respekt madh bashkëpunimin me hoxhës Mulla Nazmiut, i cili realisht asnjë poç nuk kalon mu vnu aty pa më konsultu. Me respekt veçan, po thëmë se e ka majtë shumë rendin e punimeve aty. Dhe dashti Zoti u kry kjo sot që është, më thëmë, kjo xhami. Dhe ku thash parës veprat, jënë këto si veprat shkrume, sa erë kaloja nena, kom një frymëzim të veçantë. Por të bëllë edhe të ndjesh krenar? Ajo, po se po frymëzim, e një në shpirtë, dikur, sërë që kaloj. Po,
Frymëson edhe për projekte tjera të mendosh të këtilla kapitale? Patjetër, për ata, po këtë e ceka se është një prej atyne kapitale në qytet. Dhe vim të shkolla tash. Shkolla e mesme është projekt cilin partia jonë e ka vu në programin 12 pikësh me cilin kemi kemi shku me bë marrëveshje me kryetarin e komunës në atë kohë, Maksim Dimitrievski. Do të shkolla e mesme, gjimnazi, Sami Frashëri dhe teknika ka qenë pika 1 prej pikave tona cilat kemi kërku që të realizohen këtë mandat 4 vjeçar. Është pranu, është marrëveshje me nënshkrim, e vetmja për gjitha partive dhe i sot që participojnë për shtet lokal, so i kemi informatat prej vetë kryetarit komunës, tani tjerat nuk i di. Dhe me angazhimin e gjithë ekipit, po thamë, se asë një punë se kam bo vetë, nuk bojnë punë vetë, krejt, unë nuk bojnë, ne. Do në thotë, Bashki Murtezi atër ishte kryetar degi. Driton Sulejmani ishte këshilltar. Kishim kryesin paka shumë cila është sot, zoti Shenur Osmani, cili ka qenë edhe është një motori, si me thonë, turbo në këtë dek për gjitha aktivitetet. Orhan Kurtishi, cili sot është drejtor në postën generalit Macedonisë, Valoni dhe gjithë tjertë, nështë do të haroj do njën me numru, kanë dhonë kontributin e vetë. Pjesën cila është dash me u bo në këshill për me e ngut me u bo kjo punë, normal pjesën fillestare e kryn Kumanova plan. Dhe për këtë shkak, mu, partia, më delegoj aty në bord, ku edhe jam kryetar bordi i Kumanova planit, me qëllim vetëm shkollën ta shtym të bëhet. Po normal ajo, nuk ka një pika ajo, ti ki rregullisht mbledhin mujt, që i vinë tani 100 punë tjera janë bo, po tash po du të jap rëndësi të veçantë shkollës. Dhe me presione elegante, s'po foli kështu presione dhënshme, arritëm që ta fusim pjesën e parë shkollës, e cila unë do t'i kishë që thatë ju avokimi. Se këtu kjo tokë, ku është ndërtu shkolla, ka qene pa planifikume. Është në kampusin e ushtrisë, ish ushtrisë, ta shpithojmë kampus universitar, dhe kjo ka qene tokë e Ministrisë Arsimit. Është dashtë me vendim qeverie, mi u dhonë Universitetit Tetovës, pastaj Universitetit Tetovës mi a dhonë Kumanovës, qytetit Kumanovës, me destinim që aty të ndërtohet shkolla e mesme. Dhe kjo procedur e ka pas një kohë gjatje edhe, si thëmë, të lashet e veta. Pas ju kry kjo pjesë, atëre vazhdon pjesa e dytë projektimi. Ne i kishim bot gjitha llogarit dhe vim me një pikë ku komuna nuk ka financa për projekt. Tash ishin 2 opcione, ose me prit rebalansin për një vit, po, dhe mi para pa ato mjete, ose u dashkim me bodo një qare tjetër, që qarja tjetër ishte na, kompania jonë, Urbaningi, me marrë me projektu këtë shkollë, edhe ata hiç ndryshe vetëm se donacion për komunën, s'kish kur far variante tjetër. Me thonë, po ja u bojmë hua, ose diçka, se egzistoj. Ose. Nëse pritshim një vit na me bo rebalansin, gjitha dokumentet, shka janë mbrendi të projektit, cili do koft, kanë
afat. EVN i ka 3 muj. Këto tjerat ujësjellëse këto kanë 6 muj, po përmi 6 muj nuk ka asnjë afat. Që nuk kupton se gjitha këto afate të këtyre pëlqimeve brenda projektit u skadoj ke afati. Dhe në vitin e ardhshëm u të vishim dhe me apliku tash prap metoda, do duhet që ta përsërisim komplet procedurën. Gati se, po them komplet. Që me një bindje timen mund të them se ndoshta edhe nuk do të kishim mujt me kry këtë çka krytëm tash. Nëse do të kishim lënë për vitin e ardhshëm. Dhe atëre vendosëm ne gjithë tash këto partisë edhe në të firmës po i hym, po punojmë projektin donacion për komunën. Ashtu titulli është. Hynëm edhe dikun 5 muj ka zgjat projekti, është projekti i madh, do t'i ka 1847 katror një plak, do të thotë ka e bodrumin, përdhesën, katin e parë, katin e dytë. I ka 10 klasë në një kat, 4 kat, ka 10 klasë, 40 klasë, nga 30 nxans, do të thotë për 1200 nxans në një ndrim është komfort. Me kabinete, me gjitha, si të më to, pajisjet moderne. E ka hymjen kryesore, e ka hymjen ndihmëse, ka ashensor për invalid, falni. Gjimnazi për shembull, katin e parë ka zyrat e drejtorit, sekretarit, ekonomit, zyrën arsimtarve, kurse teknikat njëjtën katin e dytë, nuk përzihen, nuk është një për të dyjat. Jo në veti dhe këta në veti. Klasat e përgjithshme i kanë vetëm të njëjta, kurse ato me kabinete i kanë të veçanta. Është sistem super modern, është e mbështjellur me alkubond, do të thonë, e imja nuk bjen me thonë, po kolegt, arkitekta, çka janë, e kanë vlerësu shumë fort, dhe vlera projektuse shkollës dikun me inventar është rreth 8 milion euro. Cila veç, nëse sigurisht keni keni qenë, ka rrit dikun thëmë ma fër 80% e punimeve me u kry. Punimet e janë duke rrjedhur me dinamik të parapame? Po, për kushtet tonat Maqedonis, mujnë me thonë se është me dinamik të parapame. Me thonë, nuk jemi në Gjermanina, atje janë shumë strikt. Po, me rëndësi të bëhet kryet. Dhe tash, në vazhdimësi kësaj, për mandatin e ardhshëm, e kemi në program për ndërlidhi, se është me këta, me shkollën tema, do ta njëjtën punë duhet ta bëjmë për sallën e sportit për gjimnazi. Tash do të thotë vetëm gjimnazi, edhe teknika, e kanë fushën një fushë sporti, po jo sallë. Këtë e kanë fushën e kanë në tereni hapur është. Po tereni hapur, kurse salla e sportit do të bëhet në anën e kundërt. Po, se tash ka është hymja, do të qelet rrugë e re. Më thonë, depërtohet prej rrugës 11 noembri. Po, 11 nëntori. Më thonë, hapet rrugë e re, për skej shkollës dhe del mrapa. Më thonë, karshi kësaj rrugë, vjen me qenë sala e re për këtë shkollë. Elaborim dhe sqarim mjaft i thoktë edhe i avokimit, po edhe i projektimit shkollës. A ishte kjo kyçe që të pranoni kandidaturën, kuptohet nga bashkëpartijakët, për të qenë bartës i listës për këshilltar të koalicionit Vlen?
Po mendon shkolla? Po. Apo është në përgjithësi aktiviteti politik? Jo, s'kisha thonë, bile nuk du hiq me lidh. Me ndërlidh, ashtu? Absolutikisht nuk du me ndërlidh punën e shkollës, si do një borgjë, si do një diçka. Jo, do të ndërlidhen pastaj me tjetër. Ose motivi për të pranuar kandidaturën. Puna e shkollës, ju thash, u bo si u bo, erdhe me një situatë paqare, ose. Ato jo se unë e kam para pa, më thonë se do të vjen kështu. Edhe u dash bajegi, do më thonë kjo në bazë të vlerësimit çmimorës të komorës arkitektëve, ky projekt është dikun 8.400.000 denar plus të vëshë. Në të tash, ky që jeme politik, këtu në Barcilistë s'ke pyetja, unë më shumë do ta kisha arsyetu me pjesëmarrjen time në alternativë prej të parës ditë. Angazhimin politiko-teknik, ku tash do ta që me thonë spjegoj pak me elaboroj ma figurativisht, incizimet e para të gjendjes infrastrukturës në Kumanov i kemi bë përmes kryetarëve të ndegve dhe atë me një vetur, kamera dhe do të folsh, do të flitësh. Kryetarin në ndegës do të ecë, do të thotë, tash jemi në rrugën Car Samuel, tash jemi në rrugën kjo, jemi në rrugën me kjo. sqarime, gjatë xhirimit edhe sqarime. Edhe qëllimi i fundit këtu, kemi ekranin zyre, e kemi pas planshetën përpara, ku e kemi shenu në ndegt, rrugët, edhe rubrikat. Ka asfalt, ka trotuar, ka tampon, ka kanalizim, ka ujësjelës, s'ka ujësjelës, dhe kur e shikojshe, u shifke, s'ka asfalt, pikë të kuqe, s'ka asfalt. Vazhdojmë, ka kësi, s'ka, edhe u formu në fund një komplet një database, me cilën në atë ko drejton Sulejmani ishte kandidat për kryetar të Kumanovës, dhe lirisht mund të thomë 2-3 herë e ka pas në zonë ngusht pa kryetarin e komunës, se na kishim database të freskët. Më thonë, edhe dishim sakt çdo rrugë ku ka çka ka. Përmes kësaj database, masa ndena i bënëm programin. Më thonë për pjesën e infrastrukturës komunale, në bazë kësaj database ne i nxorrëm. Do të futen prej kësaj lagje këto rrugë, prej kësaj lagje, do të në ndegve, po flas politikisht. Në ndega lagja e Trimave do të futen këto rrugë, në ndega, për shembull Skenderbeu këto rrugë, Bajram Shabani këto, edhe ashtu ka shku. Qoftë si keni pa shembull Bajram Shabani u bë komplet rekonstruimi i rrjetit fekal dhe atmosferik, edhe tash asfaltohet, ashtu shkon e bon këto poshtë asfaltohet. U asfaltu kjo rruga Blagoilev Gune, u asfaltu në të dhe mendolli pjesa atje drejt nalt paralel me autostradën, tash po bëhet xhamia Dulit. U asfaltu kjo rruga nër Juve famoze, cila prej kur është Mladen Stojanović, Kumanova prej kur është, prej se ekziston Kumanova. Prej se ekziston s'ka pas asfalt, po u asfaltu njëjtin gjendje është edhe rruga Veselin Vojevski, mes dy rrugëve që shohim prej rrugës Ramalijës, qashtu ka qenë. Në krejt kjo fal ati programit që kemi bo në atë kohë. Dhe pastaj pjesa dytë ka qenë ndihmesa këshilltarit, cilin e kemi pas normalisht, partit e mëdha, po folin është këto VMRO SDS, to kanë institucion të vetin të zyreve, ndoshta që i shkojnë edhe njerëz me rroga aty dhe e ka vetëm atë punë. Te ne si kemi ato kushte, dhe në një mbledhje të këshillit komunal,
për shembull kur i binte materialet dritoni, ka pas ndoshta 60 pikë, 70 pikë trenit ditës. Është e pa kuptueshme vetë njëri ato mi lexu nëse i lexon, nëse si lexon o punë thjesht. Dhe atëherë ne pi ekipit, Bashkim Urtezi, unë, diçka Orhani, diçka Dritoni, i ndajshim ato edhe i bëjshim gati si me vepru këshilltari janë komunal. Ai aktivitet, ky aktivitet, tjetri aktivitet, erdhëm deri me një pikë ku ne performum mendimi jem, po edhe i veprave. Shumë mirë. Do të thotë për këtë mandat 4 vjeçar, ne i plotësum gjitha pikat që i kishim në program, për pos 2, një prej tyre është stadioni i qytetit, cilën ne morëm obligim që do ta renovojmë, po ishte një predimensionim i jonë pak i vetës, se kemi mendu se mujmë edhe atë, po e pam se nuk është në temë. E dyta ka met rrethrotulimit të tregu, i cili po të mos kishte një pjesë e ekspropriimit e një shtëpie mbi, do t'i shkry. Do të thotë nuk o faj të na, ose të ngecja, po është faj në teknik. E cila, mund thëmë tash se në mandatin e ardhshëm, me përfundimin e këtij ekspropriimi, 100% përfundon. Dhe me automatizëm, kur përfundon kjo, rruga to dhe mendol do të kthehet në 2 kashe. Gjitha këto pika, do të thotë ne i përfundum. Arritëm me i bë 70 projekte, përgjithësi për i cilave 33 rrugë, rikonstruime 4, me thëmë kësi kanal, fekal dhe ujësjelës, kënd me lojrat fëmijëve, rikonstruimi i parkit qytetit, dhe shumë punë tjera, cilët veç sot pat edhe preskonferencë këshilltari, cili i ka bë dhe cilin e falemderoj shumë për pikshmërinë dhe për kushtimin që ka arrit me i bë këto punë. Në këshill po flas, pjesën e mrenshme. Pjesa ardhshme tash kish me qenë ma e rëndësishme për neve. Po, pikërisht këtu, tash ju do t'jeni direkt aty drejt për drejt në vendin ku sillen vendimet. Vendime madhore për infrastrukturë, por edhe për plane urbanistike, qoftë plane detale, apo edhe plane që ndoshta s'janë ndryshuar sa me dekada nuk janë ndryshuar. Nuk e di tash, a do të jetë në gjatë periudhës së ardhshme 4 vjeçare që plani detal urbanistik edhe të ndryshojnë në Kumanov për zona të ndryshme. Aty cili do të jetë roli juaj si këshilltar, po mbi gjitha si arkitekt? Do të thotë planet ndahen në 3 nivele. Ma i lartë është plani general, i cili bëhet në afat minimum 10 vjeçar. Kumanova e ka planin të skadum, tash mundem me thonë, por juridikisht thuhet në qoftë se i kalon afati një planit, deri në prumjen e planit 3 mbetet valid ai vjetri. Që do të thotë edhe pse afati i ka kalu, se ajo është plan 2012-2022. Më thonë ashtu shkrum plani generali qytetit Kumanovës 2012-2022. Tash është në përfundim e sipër plani i ri generali qytetit, cili unë shpresoj shumë se dikun fillim të vitit mas larti do të aprovohet nga Këshilli Komunal. Ky plan normalisht parashef një zgjerim dukshëm të madh të qytetit. Ndon pjesë, sidomos ka pjesa jonë kënen, edhe pse
nuk isha dash me folë se Alan nuk është i aprovum, kurse unë jam pjesë e ati komisioni, por këto vetëm informativisht me 2 pika, me çka mund të them se qytetarët kanë me përfitu shumë prej asaj pjese, do ta deblokon ndërtimin, cili ndërtimi tash di ndërtimi i lartë po flas, për marr shembull një Ferizaj, i cili për Kumanovën ka qenë fshat. Sot i ka mbi 65 ndërtesa mbi 10 katë. Kumanova i ka. Por edhe infrastrukturë të shkëlqyeshme rrugore. Po nuk shkojnë njëna pa tjetër. Unë ashtu për marrë shembull për të rumbullaksu ma letë. Dhe dihet se çelësi kryesor i zhvillimit ekonomik në vendi është ndërtimtaria. Më thonë, ne në fakultet edhe kemi mësu se arkitektura, ndërtimtaria i fut në veprim minimum 80 veprimtari. Do në thot, spari kur të fillot një objekt, ka aty beton, hekur, tulla dhe pundore. Po nuk mund vësh mobilje pa e pas ndërtume. Nuk mund vësh tepi, TV, shporet, frigorifer, kauç, kanape, krejt të gjana vinë pasi ta bëhet një objekt. Do në thotë, gjitha ta prodhus këtyne gjanave, do të kenë ju qelët rruga aty në prodhime për gjitha pajiset që ka shkojnë në një banesë ose objekt. Për atë do të thotë ndërtimtaria është çelësi i zhvillimit ekonomik një vendi. Ka ky aspekt, po them se me planin e ri general, do të hapen mundësi shumë të mëdha ekonomike për qytetarët tonë, cilët sot fatkeqësisht, edhe unë kam pas rast, kanë ardhur biznismen të ndryshëm, si thojmë ne me çantë në dorë, por nuk ka pas vend ku të bëj çka të bëj. Përgjigja ka qenë mund t'i bleni 5 shtëpia, 10 shtëpia këtu, ta prishni dhe të bëni aty objekt. Që në këtë rast është pak më e vështirë, ki punë me 10 persona, aty janë pasandej ato kërkesat ndryshme, nuk shikohet aty standardi ose çmimi, po e shikon atij çka i duhet. Dhe për atë to shpesh herë janë destinume dështojnë, domethënë këto marrëveshje. Njëkohësisht e kisha shfrytzuar rastin edhe për banorët e komunës Likovës, cilët nuk kanë plan general apo hapësinor, por kanë konkretisht, po them, kanë plan për fshat. Ashtu quhet plani i cilin e ka komuna e tjetër, plan za selo. Likova është komunë e 17 fshatnave, nuk është një fshat. Për atë, kryetari, kandidati për kryetar, zoti Nexhmedin Sadiku, mëftoi, bisedum, çka mund bëhet, si mund bëhet, bile dhe ishim në Ministri Transportit për ta bisedu këtë punë, ku edhe pjesa e ministrisë dhe e qeverisë morën obligim se do ta finansojnë, se një kësi lloj plani kushton dikun 500-600.000 euro, në thotë ka vlerë, për cilën jam sigur se për cilën do komunë, po edhe për Kumanovën bile, do të ishtin shumë. Boll, po them. Dhe kishin mirë të gjenë formë ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Në thonë ta marrin pa të holla të financume prej ministrisë një kësi lloj plani e cila do të zhvilloje në formë të hatashme komunën e Likovës. Zoti Skënder, kur jemi për në të ardhmen, bisedojmë, më intereson se shpesh kemi dëgjuar edhe me të drejtë qytetarët ankohen se pjesa ku jetojnë Maqedonët është më e zhvilluar në çdo aspekt. A do të punohet në drejtim të asaj që të përmirësohet
gjithçka edhe në pjesët ku jetojnë shqiptarët, në infrastrukturë, në ndërtime, në investime. Pa tjetër se po, por unë këtë punë shikoj pak ndryshe. Pjesa ka jonë, po flasim bashkëqytetarë tonë Maqedonët, është ndërtim i ri. Nëse marrim pjesën ka ujëtharte, kjo poshtë kej që i thojmë krejt, kurse pjesa ka emina është qyteti i vjetër. E tash me një pjesë ku është fush, shumë letë është edhe të planifikojsh edhe të ndërtojsh. Është vështirë me bojnë pjesë tona, se pa tjetër duhet me pas marrëveshje mes banorëve aty, që t'i japin shtëpitë, do të mund të ndodhë, po pa tjetër duhet ndodhë skemat sikur që shka ndodhë në Kosovë. Është ma e freskë, po duhet për me spjegu. Do në thotë mirën vesh moduli lagjet mes 4 rrugëve me investitorin, a do t'jetë prej Kosova, prej Zvicre nuk lunë rol, vjen me të hollat që li donë me punu këto një kësilloj kompleksi, 2, 3, 4 ndërtesa me qendër tregtare, dhe mirën vesh që këta t'ilshojnë shtëpitë e veta, dhe pastaj ata e ndërtojnë aty pjesën e vetë me kompenzim normal, sikur në gjithë vendet. Për shembull, si u bë Kosova. Natyrisht, gjatë mandatit tuaj do të keni edhe shumë obligime, do të keni sfida të ndryshme që i takojnë veprimtarisë tuaj, profesionit tuaj. Kemi, për shembull, Ramalin, rruga që çon prej Kumanovës në Ramali është ekstremisht e ngushtë. Edhe fatkeqësisht kemi vazhdimisht aksidente. Ramalia përballet me mungesë të kanalizimit. Vazhdimisht banorët ankohen për këtë. Parashikni që edhe si këshilltar, po dhe si arkitekt që të ndërmiren hapa në përmirësimin e kësaj gjendje? Pa tjetër. Në thotë ne si parti politike, dishka sikurat skemën e parë, që ju thash në kamerë, që i kemi incizu rrugët, tash në formë ma të avancume, e kemi incizu gjendjen e qytetit, dhe i kemi pikat e zeza, si me i thonë, jo të zeza për shkak rrezikshmërisë, por të zeza për shkak mos funksionimit ose pengesave në komunikacion. Unë kam bisedu me shumë pjesëtarë, më thonë, Tramalisë. Kisha me thonë një pjesë shumë interesante, do jetë, në tarmen po flasë, e cila pres me u bo me bashkëpunim të madh të qeverisë, edhe me zotim të kryeministrave, zavendës kryeministrave Izet Megjiti, Arben Fetai dhe kryetari parlamentit Afrim Gashi, cilët kanë marrë zotim se do ta shtyjnë teknikisht për me u bo kyqja në lagjin e trimave prej autostrade. Ajo duhet me ndodhë normal, në po flasë kështu skematikisht, kurse pjesa profesionale paraqesin teknikisht, po duhet me qenë diku në përfundim të Lukoilit, ku është aty, para shifet një hyrje për lagjin e trimave, cila duhet vjene paralel me autostradën deri te xhamia e Dulit. Prej aty pasandena, nësh drejt, nësh poshtë ndjadh, vazhdojnë veturat. Tash pjesa e kundërt, për me shku për shkup, duhet ketë mbi kalim për me dalë në anën e kundërt dhe me u lidh me autostradë për me vazhdu shkup. Ne këtë pjesë e kemi shfrytzu dhe mendojmë ta vazhdojmë këtë mbi kalimin deri te lidhja e rrugës për Ramali. Me qëllimin e fundit që pjesa e Varrezave të mbetet e pa frekuentume. Do në thotë aty mos të ketë vetura, ndoshta do të vënojmë rampë, ndoshta nuk di se si do të menaxhojnë atë pjesë Bashkia Islame në kohën e vet, por si ide fillestare është kështu. Me rregullimin e
këti mbikalimi kyqjes ka marrë zotim prej rrugëve shtetënore, JPDP, do të thotë që do ta bojnë zgjarimin e rrugës deri në Ramali. Bile aty është, ata kanë thonë se do ta bojnë edhe zgjerimin e urës, ku prej lagjeve të strimave, kur futesh në urë për me shku për Ramali, aty e ki, më thonë është një pjesë e ngushtë, 2 vetura sun të i kalohen, dhe ata e cilësojnë atë pikë si pikë të rrezikshme, dhe kanë marrë zotim se atë pjesë do ta zgjarojnë shumë para se me u bë kjo kyçe prej autostrade. Do të thotë për aspektin e rrugës për Ramali, kjo, aspekti kanalizimit për Ramali. Unë kam bisedu me ekipet profesionale në Ministritë e Ekologjisë, dhe më kanë thonë se projektin cilin e ka Ramalia ndoshta 15 vite, tashmo është i pasbatushëm, është projekt i vjetër, i kushtueshëm, jo funksional. Dhe çka tash duhet me bë projekt 3, me koncept 3. Koncepti projektit parë ka qenë me një qendër të pastrimit në mes të Aginoselo, Ramlis edhe Bërzak, fshati që është. Do të thotë gypa duhet me shku prej Ramalie deri atje, masanej në Aginosel, mu lidh trijat dhe mu kthy mrapa. Kurse tash, ta ekspertat e parashofin me qenë mini stacion pastrus për Ramali, mini për Aginosel dhe treta për Bërzak. Dhe pastaj me qenë këto pjesë të pambaruna në funksionim, e cila edhe do tjetë ma e vogël si investim, edhe ma e shpejt. Kanë marrë zotim, do më thonë ministria, se do t'i përgatisin projektet e duhura, dhe kur të bëhet projekti gati, të futet në tenderim dhe në realizim. Paralelisht, tash po të flas, disa aktivista të Ramalis, cilët motiko janë marrë me këtë punë, më kanë thonë se jemi taku, më kanë thonë se pas kanë një projekt, kryetari komunës, cilin vete pas ka punu me ekipin e vetë, dhe ata do t'jenë të knaqën edhe ajo me u bë. Unë kam kontaktu ekipin e kryetarit komunës, e kanë konfirmu se e kanë atë projekt, dhe mbetet që të ma japin në dorë, unë të shkojnë në ministri, ta shqyrtojmë, dhe ministri tha se do ta aprovon si kur projekt, normal nëse është në rregull, se se kemi pa, asun se këm pa, po në bazë të fjaleve të këtyne aktivistave cilë mirën moti me këtë punë, më thonë të Ramalis. Dhe është zotit jetë funksional, projekt në rregull dhe të bëhet. Zoti Skënder, fillim e thatë se do të zhvillojmë një bisedë, tamam që shi përket podcastit, një bisedë spontane. Besoni apo jo, deri tash kaluan 50 minuta. Çka thonë? Po, aq ishte biseda interesante, sa që me të vërtetë nuk doja t'ju ndarpres apo të ndërhi. Mirë po, unë shkurtimisht, me që jemi edhe ka fundi emisionit, nëse doni t'i zbërtheni edhe 7 arsyet thot për të votuar numrin 7. Janë themelimi i subjektit juridik qendra për shkollat e mesme profesionale, ndërtimi i rreth rrotullimit tek tregu i gjelb i denit të cilat janë në mënyrë telegrafike, këto janë pra afër i Vlenit. Do të thotë patjetër. Po, shkurtimisht ndoshta biseda jonë do të kishte dash më shumë me shku në këtë drejtim sot jena para zgjedhjeve. Do të kemi rastin pas zgjedhjeve, do të bisedojmë gjëra gjatë. Është shumë me rëndësi kjo që e thatë, në më thonë 7 arsye për të votu numrin 7. Bile une pak e bona si me të qeshur me drejton Sulejmanin, tha, shef tha duhet mi bo 7 arsye, më thonë për të votu numrin 7. Thash,
është mirë ta bëjmë drejton 7+7+7 se kemi shumë thash. Nuk janë vetëm 7. E kemi vu të parën themelimi i subjektit juridik qendra për shkollat e mesme profesionale, se ne mendojmë se kjo do të jetë kryesorja për pamarrësimin e shkollave të mesme shqipe në Kumanov, kjo është teknika, bujqësia dhe ekonomia. Gjimnazi është i pavarësuar. Ideja është që themelohet një subjekt juridik që do ta ketë drejtorin shqiptar dhe pastaj zavensat prap shqiptar, po do të jenë nën ekonomia, teknika dhe bujqësia. E dyta është ndërtimi rreth rrotullimit tek tregu i Gjelbërt, cilën e përmenda, po. E treta shumë është me rëndësi, rregullimi i shtratit lumit prej te parku deri te autostrada. Kjo është një moment i ri, cilin gjithashtu e kemi biseduar në Ministri të Ekologjisë, ka qenë kërkesë prej ministrisë, do të thotë ku zamens kryeministri është Izet Megjiti, bëjnë një projekte, ne kemi mundësi me pagu, me finansu këto dhe me vë. Një prej tyne ishte tema e shtratit lumit, e cila është ndërprej pak më nalt se tu, te parku aty dikon. Dhe në komun Kumanovës, arritëm me gjetë se projekti është duke u punu prej Ministrisë Ekologjisë në bashkëpunim me Gizin Gjerman dhe një kompani kroate. Këto projekte të kësaj natyre të lumeve punon me segmente. Se nuk është njëjtë, nuk është profili i njëjtë, dikun ma gjanë, dikun ma ullë, dikun ma cek, dikun ma fell, dhe mirën segmente. Me përfundimin e 3-4 segmenteve, cila do të mjaftoje me mri dikun deri te urat të me autostradës, apo dikun prapa stadionit bashkimit, do të tenderohet prej Ministrisë Ekologjisë dhe do të lëshohet zbatim. Ideja e fundit e këtij projekti është që edhe ne ta bëjmë një kej, njifët me atemën. Kej, pjesa prej të tushi, deri te ujthartë, një se parkun e kemi bë 3, tash po bëhet edhe lumi, edhe po bëhet njëjtë. Atëherë mbetet ndriçimi, rregullimi, uljet me shëtitore dhe të ketë një pjesë të pandërpreme për synin kontinuitet, po prej andej këndej. Pika tjetër o rikonstruimi i rrugës industriale. Rikonstruimi i rrugës industriale, pedim për ku po flasim, është prej rrugës Çerkezit te rruga për fshatnat Llopat Knena. Ajo rrugë është jashtëzakonisht e damtume, edhe është e frekventume. I ka kalu gjitha filtrat, mjetet janë nda, tenderi është bë dhe pritet me kalu në realizim. Rikonstruimi i objektit shkollës Profesor Mjallković, shkolla fillore, Varam Shabanit, e cila njifet me atë Profesor Mjallković. Është interesant se unë në atë shkollë më bëhe pionier. Mojnë menë, si sot. Edhe unë. Ashtu, do në thotë edhe për pos një fasade jashtë edhe inventarin, tjetra pjesë ishtë njajtë. Meskati është prej drunit hala, si në atë kohë si ka qenë. Ndoshta mund them se bilen kohën e sodit edhe rrezik mund me qenë. Tash nëse futet në ato filtrin e elementeve të sigurisë, nuk besoj që i kalon. Fati është që mësojnë më të vegjelit, mësën se të cikletorit, po. Mire, the. Qëllimi jonë është do të rekonstruojmë komplet, më thonë shembet, botë e re, me materiale të reja dhe prapë të mbetes shkollës Barëm Shabani, ku këtu është edhe një moment se kjo shkollë sot në pronësi është të gjimnazit Goce Delçev, dhe ne kemi bisedimet janë vë. Edhe diku prej pas luftës 2000 diçka ka kalu në pronësi të gjimnazit. Po të thëmë drejt, na krejt të sende i kemi pa me
këtë 4 vjeçin që kemi qenë pushtet lokal. Kur kemi fillu mu marrë me këto punë, i kemi zbulu gjitha këto gjana. Dhe kemi bisedat me drejtoreshën e gjimnazit Goce Delqev dhe ka shprej nga dëshmëri që të kryet kjo pjesë, më dhënë pronësia të kaloj. E do shkoj përmes Ministrisë së Arsimit, apo? Po, sigurisht. Po, pronësia e gjimnazit, më dhënë drejtoresha, është dakord. Dakord është pas një problem që kjo të kaloje në pronën e profesor Mjalković, Baran Shabani. Po. E radhës është kompleks sportiv të lokacioni ARM-s, do të thotë këtu Kumanovarët e dinë se aty ka pas një kompleks, po i thonë, për një 3 fusha të futbol, basketbol, ku ne, mosha jonë, kemi lujt tankon aty te domi armatës, që i thojshim. Ajo pjesë, do të thotë, mbi sot ku është ndërtesa e policisë, e gjitha ajo është duke u projektu një kompleks sportiv. Dishka e ngjashme sikur poshtë që gjendet e salla sport edhe bazeni. Po kjo do të jetë për pjesën këndej. Dhe kjo e fundit është zgjerimi i urës dhe rrugën për Ramali, cilën e përmenda. Po du edhe një ta përmendi, të ato 7+7+7, në programe kemi edhe afër shkollës Baran Shabani e vjetra me profesor Mjalković, gjendet objekti i bashkisë lokale të vjetër, e cila unë e majnë men aty kur ka ushtrue shoqënia kultur-artistike Baran Shabani. Dhe me qëllim të fundit është që ta bëjmë prap të shtroj aty, bile t'i jipet. Do të ndodhë një gjë e këtillë si vjetë kur shoqënia shënon 80 vjetorin e ekzistimit dhe është shoqëria më e vjetër shqiptare në të rojet e ish Jugosllavisë. Unë ashtu kam informat prej udhëhecit të shoqënisë artistik, po flas prej Ilirit, që më ka thonë shoqënia më e vjetër në Ballkan. Tash nuk e di a ish Jugoslavia në Ballkan, po në bazë informatave ashtu edhe unë kam thonë. Unë kisha pointën tek shoqëritë shqiptare. Shoqëritë shqiptare, patjetër, shoqëritë shqiptare po flasim. Shikon në gjatë vetëm se këtë lajm me dhon për këtë 80 vjetor, mendoj se është mjaft. Normal, nuk është e mundur të ndodhë mrena vitit po flas kjo, se ka aty që si kam une informatat, ka aty edhe procedur juridike pak, që nuk po du t'i flas këtu, dhe pastrota jo e para, pastaj pjesa teknike për t'u rregullu, ajo është nuk bëhet fjalë. Ajo është më e lehta. Skëndersh, me të vërtet ishte kënaqësi të zhvillojmë një bisedë të këtillë në podcast, e arsyetuam edhe formatin e podcastit me një bisedë të këtillë të këndshme. Kënaqësia ishte imja. Po unë para se që lus për një mesazh për elektoratin, për votuesit tuaj, do të kisha pyetur dhe të shoh se sa jeni prognozer i mirë. Sa këshilltar parashikoni që si vlen t'i merrni në këshillin komunal në këto zgjedhje? Mirë, tash duhet me folë sikur politikan. Pa tjetër, më thonë, prognozoj dhe mendoj se do t'i marrim 5, po njëkohësisht kisha bo apel të mendojmë pak politikisht si popull. Mos ta djegim votën në vende kur s'mund të realizohet diçka. Ne e kemi dëshmu çka muj me ba, më dhoni elaborimin që e bani këshilltari i jon Driton Sulejmani,
mirë ki shkrujt njoni në koment, shumë është me i ledzu, jo me i ba. Me një këshilltar. Po, jo, këto gjitha ato që ka i ka ba. Dhe e ka qenë me një këshilltar. Unë muna me dhonë fjallë këtu, nëse jep Zoti ne me i ba 5, 6, ne kryesusin e këshillit e marim me sigurit Kumanovës. Historikisht Kumanova s'ka pas kryesus këshilli. Po bile, me pas mujtë, paria e qytetit, me pas influencë, me thonë votat do t'jenë zarf. Sa këshilltar shkojnë Kumanov? 9. Do të 9 kena me jadhon njanit. Me i marë ato të 2 garust që do t'jenë shërptor t'i poplit, mi pytë, qka ofroni ju, si do t'a boni ju, me qfar mjete, ku do t'i merrni mjetet, kur nuk jeni as pushtet lokal, as pushtet qendror, dhe për cilën t'jenë bindun, në t'ja japin zarfin komplet, me 9 këshilltar. Atëre, forca politike do t'vjen shprehje për me ba dyfishin e këtyne gjana. Me 1 këshilltar, na kaq, po me 5, sigurisht gjitha këto gjana që i numrum, po kjo është, po flas ndoshta program fillestar, nismëtar, se ka Kumanova shumë gjana për me u ba. Shumë ka. Dhe cili është mesazhi juaj për elektoratin, për votuesin kumanovar? Mesazhi do të kishte qenë votona numrin 7, më thonë vlenin, me qenë se e kemi dëshmu se dim dhe mundemi t'i bojmë ato cilat t'i planifikojmë. Çka kena planifiku, gjithat janë për të mirën e popullit. Zoti Skënder, faleminderit. Ishte kënaqësi që të pata mysafir, ishte kënaqësi që dëgjuam goxha disa plane për në të ardhmen. Ju dëshiroj sukses. Kënaqësia ishte imja, faleminderit edhe juve sukses në punën e juve. Shikues të nderuar, edhe juve ju falenderojmë për vëmendjen që patët gjatë këtyre gati 60 minutave. Mirupafshim me mysafirin e radhës në podcastin Fol.